سائم الهوى سأمضي في دروب المجد إني رأيت المجد يشرق في دجانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimet e kon Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Është detyrë besimtarëve me marrë një baraspesh mes çështjeve të dunjos dhe çështjeve të ahiretit. Nuk ka dyshim se synimi kryesor i besimtarëve është ahireti, jeta e përhershme. Por se nuk mundet me kalue besimtari në jetën e përhershme pa kalue jetën e kësaj bote, dhe nuk mundet me fitue xhenetin e Allah subhanahu wa taala pa i plotësue ato kushte që Allah subhanahu wa taala ka lyp me i plotësue në këtë dynjë. Dhe njeriu duhet me nda kohën edhe për çështjet e ahiretit, edhe për çështjet e dynjos, edhe për çështjet e ibadetit, edhe për çështjet e punës, edhe për angazhimet e familjes, edhe për gjitha me dhon secilit hakun e vet. Wa ati kulli dhi haqqan haqqahu. Çdo çështje me dhon hakun që ashtu qysh e meriton. Dhe besimtarët Allah subhanahu wa taala i ka lavdruar në Kur'an janë ata të cilët e mojnë baraspeshën mes çështjeve të dunjos dhe çështjeve të ahiretit. Nëse i shihni pejgamberët e Allah subhanahu wa taala në fillim, pastaj shokët e pejgamberëve alayhimus salam, të gjithë prioriteti kanë pas çështjet e ahiretit. Por asnjë prej tyre, për pejgamberëve, nuk ka qenë i pakujdesshëm për çështjet e dunjos. Nëse i shihni pejgamberët dhe shokët e pejgamberëve, lidhjet e tyre me familjet e tyre kanë qenë të shkëlqyeshme. Angazhimet e tyre për dunjë gjithashtu kanë qenë në nivelin e duhur, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fliste për Davudin alayhi salatu wasalam, thoshte Allahu më shëroft Davudin alayhi salatu wasalam kur nuk ka hangër ushqim vetëm se nga fitimi i vet, që ka fitu vet. Ka punu për rrezikun e vet, për rrezikun e familjes vet. Në familjen e vet i shkëlqyeshëm. Në çështjet e ibadeteve, për çështjet e ahiretit i shkëlqyeshëm. Në hadithin e sakt kur është vra Ebu Seleme, Allah subhanahu wa taala pas pranua dhe pas mëshirua, transmeton gruaja e Ebu Selemes, Seleme, thot e kam dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, kur robit i ndodh ndonjë fatkeqësi, ai duhet me bë sabër dhe me kërku prej Allahut me një dua, o Allah, ma zavendëso me diçka më e mirë se kjo që më ka ndodhur. E thot Seleme, kom menuar në të gjithë Medinën, nuk kom pa burr më i mirë se Ebu Seleme, se burri i saj i cili u vra, që do të thonë se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në familjet e tyre as ka qenë e imagjinueshme më kon të zavendësueshëm, se kanë qenë të shkëlqyeshëm në punët e dunjos, për fitimin e tyre, për rrezikun e tyre, por e nuk halin vetëm se nga fitimi i vet. Në çështjet e ahiretit, gjithmonë llogaritën kryerja e ibadeteve, largimi prej harameve, dhe ata ishin në nivelin e duhur.
Tash në cilin do drejtim që i studion shokët e pejgamberëve, edhe pejgamberët, në të gjitha çështjet, në të gjitha drejtimet, në të gjitha përgjegjësitë që i kishin, ata ishin në nivelin e detyrës. Thot Allah subhanahu wa taala: "Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun." Besimtarët e mirë, muslimanët e mirë, janë ata të cilët janë të friksuar prej Allahut të tyre. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ, i besojnë argumenteve të Allahut subhanahu wa taala. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, nuk i bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون, ata japin sadaka, zakat për asaj që Allahu subhanahu wa taala i ka furnizuar, edhe janë të friksuar, zemrat e tyre dridhen se kanë më kthy te Allahu subhanahu wa taala. Ulaika yusaruna fil khairat, janë që bën gara në zvete kush po bën punë më të mira për fe, wa hum la sabiqun, dhe i shef gjithmonë të partë. Në leximin e këtij ajeti, atë që transmeton Imam Tirmidhiu në Sunan, thot Aisha radiallahu anha kur i ka lexuar këto ajete, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "O dërguari i Allahut, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun", njerëz të cilët kanë frikë të madhe prej Allahut subhanahu wa taala, i besojnë fort argumentet, ajetet që ka sjellë Allahu subhanahu wa taala, nuk i bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala, e japin zakatin, edhe përsëri zemrat e tyre dridhen për frikës ndaj Allahu subhanahu wa taala, e bën gara shtyhen njëri me tjetrin kush po bën vepra më të mira. A janë këta njerëz të cilët kanë vjedh? A janë këta njerëz të cilët kanë pi alkool? A janë këta njerëz të cilët kanë bërë gjunohe, kanë rënë në moralitet? Për shkak se gjunohet, për shkak të gjunoheve kanë frikë pastaj dënimit të Allahut. Për shkak të gabimeve, pastaj mundohen me bëj vepra të mira për me shlu gabimet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Jo, la ya bint Siddiq", jo oj vajza e Abu Bekrit Siddiq. Por këta njerëz të cilët falin namaz, agjerojnë në Ramazanin, e japin zakatin, edhe kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Kjo është veçoria e tyre. Nuk jem të fol për disa besimtarë të cilët e kanë ngarkuar veten e tyre me gjuna të ndryshme, të lloj-llojshme. Pastaj gjunat e tyre i pengojnë edhe i mundohen me bë vepra të mira. Dhe kjo është në rregull, tamam. Por nuk janë këta njerëz të cilët i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet. Këto janë disa njerëz tjerë, këto janë të cilët i kanë kryer obligimet ndaj Allahu subhanahu wa taala, edhe janë rritur për gjunave, megjithatë i kanë frikë dro qëndrimit para Allahu subhanahu wa taala. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej, kur sahabët në transmetime të shumta të sakta luteshin, deri në alivanosje, Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, prej frikës Allahu subhanahu wa taala, ndodhte që i humte vetdia. Pse me i humte vetdia? Për shkak të gjinave? Jo. Sa ai kishte të gjitha cilësitë e mirë besimtarit të shkëlqyeshëm. Por megjithatë kishte frikë prej Allahut subhanahu wa taala. Ja ayyuhalladhina amanu, o besimtar, keni frikë Allahut, ittaqullah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dhe shikoni çka keni bë për nesër. Cilat janë përgatitjet e juaja? Cili është kontributi ju? Me çka keni me dalë Allahu subhanahu wa taala përpara? Ittaqullah. Dhe sado që të keni punë mira, përsëri keni frikë Allahut. Dhe sado që kishin punë të mira shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përsëri ishin edhe më të friksuar për Allahut subhanahu wa taala se të gjithë njerëzit e tjerë. Në hadithin të cilin e transmeton Imam Muslimi, Aisha radhiyallahu anha i thoshte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, a nuk mundesh me hije në xhennet edhe ti për shkak të veprave tua?" Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Jo. Përveç nëse më përfshin Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij."
Nuk jemi të folë për njerëzit të cilët kanë gjysë gjuna, gjysë sevape, 50-50 gjuna me sevape. As me njerëzit që kanë shumë gjuna, po kanë edhe vepra të mira, s'jem të folë për këta. Jem të folë për njerëz të cilët vetëm sevape, ibadete dhe adhurim kanë dhe Allah subhanahu wa taala dhe nuk kanë mëkate të hapuna. A pështojnë, a hynë këta në xhennet për shkak të ibadeteve të tyre? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë jo, dhe këtë e ka kuptuar Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu kur i humbte vedia për frikës së Allahut subhanahu wa taala. E ka kuptuar se Umar ibn al-Khattabi me gjithë kontributin që e ka në fenë e Allahut subhanahu wa taala, me gjithë pozitën që e kishte te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me gjithë ndihmën që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej ditës kur e ka pranuar Islamin, nuk e meriton me hije në xhennet me veprën e tij. Përveç nëse e mëshiron Allahu subhanahu wa taala. Nëse edhe vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me hije në xhennet me veprat e tij duke qenë pejgamber. Pejgamberi më i mirë që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, dhe krijesa më e mirë që ka krijuar Allahu, dhe më e dashura te Allahu subhanahu wa taala, dhe njeriu që më shumë të bën ibadet. E shihni krejt ummeti nuk janë të mujt me i bë sunetet që i ka bë vetë një person. Ni Muhammed sallallahu alaihi wasallam krejt ummeti me bë bashkë nuk janë të mujt me bë punën që ka bë një njeri. Në dashje si për neve, sa bëjmë sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe krejt bashkë më bë ummeti, nuk i kanë galet dertët që i kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Krejt ummetin islam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdesi për të, edhe për krejt vahjin kujdesen me mësu njerëzve, edhe për të gjitha detajet kujdesen me thënë njerëzve, edhe në cilën punë që duhet me bëna, me ne kthehemi çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë që ai ka bëu para neve, na vit me kështu që ka bëu ai. Krejt ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të gjitha veprimet e tyre fetare kthehen kështu që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e gjojnë sakt. Edhe asnjë prej neve nuk mund të bëj se ka bëu ai. Nëse e morë me dhikrin, kërkush për neve nuk bën dhikr se ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse e morë me agjërimin, nëse e morë me çdo që morë për ibadeteve, kërkush nuk i afrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe krejt ummeti të bashkuar nuk i kanë veprat që i ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe krejt sevapet e ummetit deri në kiamet, çka bën ummeti? I shkojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak se ai shkaktari që njerëzit e kanë mësuar fen, megjithatë kur del ditën e kiametit tha, unë nuk mund me hyrë në xhenet përveç se nëse më përfshin mu Allah subhanahu wa taala me mëshirën e tij. Përveç nëse na përfshin na çon Allah subhanahu wa taala në xhenet me mëshirën e tij. E pa diskutueshme se mëshira e Allah subhanahu wa taala nuk e kap një person i cili nuk i ka veprat. Veprat janë kusht për me të përfshi mëshira e Allah subhanahu wa taala, dhe pa e pas veprat nuk të përfshi mëshira e Allahut ditën e kiametit, por me veprat cilat e kije nuk je i mjaftueshëm për me fituar shpërblimin në xhenetin e Allah subhanahu wa taala, se ajo shumë më e shtrenjtë se sa veprat që kena mujt na me bën këtë dynjë. Atëherë kjo është kujdesi për çështjet e dynjos, kujdesi për çështjet e ahiretit. Çështjet e dynjos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shkëlqyeshëm. A keni pa në familjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam trazira? Shtëpia të pejgamberit sa tim krejt se s'po bën familja fëmia në mesveti? S'ka pas. Pse s'ka pas? Edhe në shtëpia të sahabëve gjithashtu. Pse s'ka pas? Për shkak se e ka bën hakun ashtu që i takon. Në çështjet e dunjos, a keni një herë sahabët të mashtruan njëri tjetrin me tregti, të mashtruan njëri tjetrin, të mashtruan në borxhe, të mashtruan aty, a keni një kështu asnjëherë? Do thonë të sakt në çështjet e dunjos, të sakt në çështjet e familjeve, të sakt në çështjet e ibadeteve. Dhe çështjen kryesore kishin qëndrimin para Allahut subhanahu wa taala. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kushdo që e ka dert për një me sinqeritet, qëndrimin para Allahut subhanahu wa taala ose çështjet e fesë, çështjet e ahiretit, Allah subhanahu wa taala ka me ofru çështjet e dunjos. Domethënë ka me apo let çështjet e dunjos, se kjo është preokupim kryesor e ka ahiretin.
Kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që çështje preokupim kryesor ka punë të dunjos, ka një shpërnda Allah subhanahu wa taala punë të dunjos, hiç s'uni mbledh, hiç s'uni bën ofër. Të angazhuar për çështjet e dunjos, duke e lënë ahiretin mbrapa, Allah subhanahu wa taala ti shpërndon punë të dunjos, ashtu s'uni zë punë të dunjos. As si e suksesshëm to, edhe të na, kur bish me fletë me pije hopa se nuk zëgjumi për problemeve, ata sahabit ja. Keni ndëgju në herë në shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërgu me Allah, s'po më zëgjumi natën, për shkak problemeve, ja, s'bëhet kështu. Për shkak se ata nuk e kishin gale hiç çështjen e dunjos. Ata kishin dert gale çështjen e ahiretit. Obligimi kryesor është ahireti, synimi kryesor është ahireti, por wala tansa nasibaka min ad-dunya. Allah subhanahu wa taala thot pa e harrua çështjen që ki obligime edhe në jetën e kësaj bote. Nëse në hadithin e saktë, një prej grave të sahabëve ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ankua për burrin e vet. O i dërguari i Allahut, burri jam filoni, me emën, nuk kam vërejtje për te. Se këto ishin gratë të ndershme. Edhe kur kanë akuzuar diçka, edhe kur kanë ankuar diçka për burrat e tyre, kanë folur tamam drejt. Të na çka bëhet, të na bëhet ndryshe. 20 vjet kanë jetuar, mas 20 vjet ju ndodh një problem, kur shkojnë mundo, thotë ky çop ka bëu mua, po ti çka po s'kenë ti kështu, që 20 vjet në këtë zullum. Ai tjetri, tu 100 zeza e qesin për njëri tjetrin, shumicën të paqena, thotë jo, o dërguari i Allahut, filoni, shumë besimtar i mirë, pa vretje, në moral, pa vretje, në atë, pa vretje në këtë, është i sak në ibadet, është këtë. O dërguari i Allahut, shumë po falet natën, edhe po agjeron shumë ditën, tash agjeron ditën, e falë namaz natën, pastaj për mua s'po ka kohë, unë s'po vjen. Kjo është ankesa e gruas së sahabiut, se sahabiu s'po vjen të jo të angazhuar me namaz të shumët, edhe me agjerim të shumët. Tash për neve kur të ankuar, pse s'të po ankuar dhe se gjithë ditët të për jashtë, kërkush, për grava tonë nuk ankuar se nëjna të falë shumë. As që në të agjeru shumë, se nuk është tereni i tillë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrë sahabiun se kjo gruaja e sahabit kishte drejt, e ka thirrë sahabiun edhe ka këshilluar mos u fal shumë, mos agjero shumë. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti ki hak për agjerim, ki hak për namaz, ki hak për dopo, ki hak edhe për shëndetin tonë, ki hak edhe për gruan tonë, ki hak edhe për secilën. Kjo është shkolla që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja jepte shokëve të vet. Domethënë me bë ballancimin sikur që thoshte Ibn Qayyim, Allah subhanahu wa taala e pas më shërua për diturisë, për urtësisë, është secilën çështje me vendos aty ku e ka vendin. Kur duhet më agjëru, agjërojmë. Kur duhet më fal, falemi. Kur duhet më net në familje, më net në familje. Kur duhet më punu, më punu. Jo në kohën e namazit me punu. Në kohën e punës më fal. Me natru çështjet. Ne vëlla Allah subhanahu wa taala rrit vëlla shumë i mirë që punonte me punë ndërtimi, u anku tha një pyetje e kam hoxha bën me serua, ç'është ajo? A është e mushme dreken me fal 45 minuta në farzën? Thash vallahi jo, unë s'kisha në mes, s'kisha pa kurrë. Ata punëtor çështën e pushimit se kanë bë pushim. Edhe tash kohën e drekës më fal, jashtë pushimit, se normal që ashtu shkon fetarisht. Do thonë tash pse jena në kushte jetë zakonshme fetare, se kur është koha pushimit do të më pushu punëtori. Farzën do të më fal në favor të orarit punës. Jo me shtije farzën të çështja e pushimit. Edhe kështu e ka pas rregullin. Ama një saat tha po pushoj tani ku po him në fal drekën, faz drekës në saat 45 minuta ndrek. Nuk falet dreka 45 minuta kur i të punu dikon. Nëse do më bën se nuk është koha namazit që tu devotshmëria nuk kallëzohet këtu. Nëse do më fal namaz 45 minuta, 1 orë, 2 orë, do të më fal të shtëpia kurse në orar që njeriu të paguën për atë kohë. Aty e fal namazin zakonshëm. Kur përzihen çështjet, në kohën kur dush me punu falësh,
Kohën kur dush më fal punon, kohën kur dush më net në familje del çetërka, kohën që dush më kohë çetërka, kjo është ngatresa. Ibn Qayyim Allah subhanahu wa taala pas më shru kur shpjegonte urtësia është me i bë çështjet të cilat të gjitha sipas kohëve, sipas orareve. Kur do të më agjërojmë. Kur do të më falemi. Secilën sipas asaj që e meriton ose sipas asaj që e ka detyrën. Shtoja kësaj që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte shokët e vet të edukuar në mënyrën që nëse një sahabi e ngarkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një çështje, ai ka kryer çatë çështje. Ti ki me net qëto, me rujt, ai ka rujt. Ti ki me net me bë tregti qëto, ai ka bë tregti, tamam ç'është duhet. Ti ki me punu qëto, ai ka bë punën që ashtu ç'është duhet. Domethënë, kudo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vendoste shokët e vet ose i ngarkonte me një çështje, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e krinin çashtu ç'është ngarkoheshin me të. Dhe kjo një prej shkaqeve që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas begati edhe sukses që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ka qenë ajo që për çështjen me të cilën ngarkoheshin ose përgjegjësinë të cilën e merrnin prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kryenin çashtu për me çatë që i kanë ngarkuar. Do thonë nëse njeriu e ngarkon me kryen një punë, ai e kryen çatë punë që e ke ngarkuar. Nëse porosit për një çështje, e kryen porosinë që ke bë. Nëse i beson për një çështje, e çon amanetin vet. Gjithsecila sipas asaj që e kërkon. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu për çështjeve që i jep të rëndësi. Thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët i jepin rëndësi çështjes së ahiretit numër 1, punës për me fitu ahiretin numër 1. Pastaj ishin të shkëlqyer në familjet e tyre, ishin të shkëlqyer në çështjet e dunjos, fitimin në të cilin jetonin dhe çdo përgjegjësi që i ngarkoi e kryenin çashtu me amanet çashtu që e merrnin përgjegjësinë. Dhe shtesë që e kishin vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij ka qenë doja, lutja. Saqë transmetohet në Sahihun e Muslimit se thuj se nuk kishte ne që rrinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në fund masi që e përfundonte nejen me xhlisin nuk lutej për shokët e vet, nuk lutej për veten e vet edhe për sahabët e tij. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu baynana wa bayna ma'siyatik. O Allah, bën të do punë e ahiretit në vend, punë të dunjos në vend, obligimet familjare në vend, përgjegjësinë që e merrnin e çenin tamam ashtu çysh e merrnin. Plus të gjitha këtyreve dua. O Allah, na mundso që mes neve dhe çështjeve të mëkatit, çështjeve të cilat na pengojnë, në pas pengesë, me qenë që i nënshtrohemi asaj me të cilën ti na ke obligu, lutej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vete, për sahabët, për trashëgimtarët e tij, për gjithë çështjet përmbledhëse me të cilat ishin pastaj të suksesshëm në çështjet e dunjos edhe në çështjet e ahiretit. Për këtë besimtari duhet me qenë i kujdesshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën të dua, më kon besimtari ghafil, kundër, më kon i shkujdesshëm, me shkuar si mjegull, mos me ditë ka është të ecë, mos me ditë cilat janë prioritetet, mos me ditë cilën punë do të më bëj tash. Bën të dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos më kon këtë gjendje. Mos më kon këtë gjendje, bën të dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për veten e vet. Mos më kon demel, mos më kon përtac. Bën të dua, mos më kon i mërzitur. Bën të dua, mos më një vetëm të mposhtë të mundur. S'bën kështu besimtari, hiç asnjëherë. Besimtari me qenë syçel. Me qenë i kujdesshëm, gjanat me quë sipas prioriteteve. Prioriteti i parë është ahireti. Kur mos i lëni çështjet e ahiretit të menduar se po kryeni diçka në punë të dunjos. Punë të dunjos bën më vanu. Punë të dunjos bën më metë dhe pa kry hiç. Ama punë të ahiretit nuk bën më vanu për te kohës. Namazi sabat nuk duhet më lën më fal pasi që të dilli, s'bën. Punë të dunjos bën, sot s'mundesh me kry edhe krejt me lën hiç. Nesër, mas nesër mirë, o hiç se kry, s'bën kiameti. Ama punë të dunjos nuk duhet me i dhënë përparësi në kundër favorit të punëve të ahiretit. Kryen punë të ahiretit.
pastaj kryen punë të dunjos, pastaj ibet haku gjithë secilit që ki e përgjegjësi për të, dhe e fundit me lutë Allah subhanahu wa taala, me bë dua, me bë lutje që Allah subhanahu wa taala më na bë të fuqishëm, më na bë të aftë me ditë prioritetet, më na bë të atill që Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me neve me çështjet e ahiretit, fitimin që e marrni, më konë Allah i kënaqur mënyrën që e fitojmë, dhe familjet e tona më konë të kënaqur me neve me mënyrën që drejtojmë ato. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.